Fillimet e punimeve për ndërtimin e shtëpisë të moshuarve në Shkugës janë përuruar më 29 maj të vitit 2024. Adelina Sheu Kola, drejtoreshe e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, bëri të ditur se dinamika e punimeve po shkon sipas planit dhe punimet pritet të finalizohen në qershor të 2025-s. Dinamika punës është ligjërisht siç është edhe me procedurat prokurimit, sot përfundon edhe suvatimi i këtij objekti. Besoj që deri në qershor veç finalizohet si projekt. Sheu Kola theksoi se kjo ka qenë teje e nevojshme pasi gjithmonë kanë pasur kërkesa të shumta nga shoqata e pensionistëve në theks të veçantë për qëndrim ditor, pasi kushtet ku ata arrinin nuk ishin të mira. E nevojshme ka qenë shumë sepse gjithmonë kemi pas kërkesa të shumta nga shoqata e pensionistëve për arsye sepse ata qëndrojnë në disa lokacione që nuk janë të përshtatshme si kushte. Kështu që në këtë objekt i gjojnë të gjitha mundësitë e qëndrimit ditor që i zhvillojnë edhe aktivitetet e tyre. Kujtojmë se ky projekt është me një kosto prej 480.000 euro.